Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që e sjell Imam Tirmidhiu. Dhe hadithi vjen prej Ebi Umame al-Bahiliu, tha pejgamberi alayhi salam: "Dhukira li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulan." Erdhën një ditë shok të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ja kujtun, tha: "Oj dërgumi i Zotit, çka ta merr mendja ty? Çfarë krahasime kanë një njeri i cili është dietar, një njeri i cili është hoxh, një njeri i cili ka dije, me një njeri i cili është fort ibadetçi, një njeri që kur nuk nalet është dy boj ibadet, por ama dije s'ka, dietar nuk është, ama ibadet ban shumë." Cili është krahasimi? A di çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ai tha: "Fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum." Dallimi mes çiti dietarit që ju ma përmendet, dallimi mes ti dhe dallimi mes çiti ibadetxhiut që ky ibadet po baj ka natë ditë, por dije s'paska. Dallimi mes këtij dietarit dhe ibadetxhiut tha është si dallimi mes meje, tha pejgamberi sa, dhe me të ultit për ju. Nuk tha pejgamberi alayhis salatu si dallimi në mes meje dhe Abu Bekrit, si mes dallimi mes meje dhe ty Abu Bekr. Nuk tha kështu. Nuk tha si dallimin mes meje dhe ty o Omer, as si dallimin mes meje dhe ty o Ali, o Osman, o Talha, o Zubair, ata që ishin partë e Islamit. Nuk tha kështu, po si dallimi mes meje dhe ati më të ultit për juve. Që i vjen, nëse njani prej shokëve të pejgamberit e ka taku pejgamberin qoftë një moment, veç e ka taku, i ka besu, e ka dëshmu shahadetin, ja mësoj pejgamberi rumbullaksimin e fesë që kjo është feja, a i heset shkën shpit vetë, kur nashta mos se ka po pejgamberin alayhi salatu wasalam, bëri krasim pejgamberin në mesin e qiti njeriu të dijes dhe qiti ibadetxhiut si mes pejgamberit dhe njanit këti të fundi që e përmenda që vish pak një herë ka po pejgamberin dhe ka besu kur që ma shamë. Apo e vërejnë se çfarë dallimi pas ka në mes të dietarit dhe në mes të atina dhe në mes ati ibadetxhiut. Pastaj ta pejgamberin: "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi tanamlatu fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi khayra." Vazhdon pejgamberi: "O shokëtimi, ju pyet për këtë çështje, por po ju tregoj edhe një diçka tjetër." Tha Allahu azza wa jall, lutet për hajr Allahu vet krijuesi. Ai tha Allahu azza wa jall, edhe melekët edhe banorët e qiellit. Çka do të thotë që edhe melekët edhe banorët e qiellit, dietarët e hadithit thanë, edhe melekët që e bartin fronin e Allahut, fronin e Allahut që e bartin, që s'ka krijesë më të madhe se froni i Allahut. Një krijesë që ka fillim s'ka mbarim, s'ka krijesë më të madhe se froni i Allahut. Tha edhe ata meleket që e bartin, pulut kanë për ty nëse je njëri i dijes, pulut kanë më të rrjedh hajri dhe më të ardh hajri ty nëse je njëri i dijes. Edhe banorët e qiellit kur tha, meleket që janë nivelet më të ulta se bartësit e fronit, edhe ata pulut kanë vazhdimisht për ty, tha pejgamberi, derisa edhe milinguna në vrimen e tij, edhe peshkun në detin e tij, në detin në vendin kur ai jeton në adet, lutën për ty vazhdimisht. A nuk tregon për vlerën e madhe të dietarëve që kjo? A nuk tregon për vlerën e madhe të atyre hoxhallarëve të mëdhaj që kanë hesish, ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo veç kaq, por po e ndjekë këtë rrugë, është rrugë që të çon në xhenet ty.